Është fundu maj dhe pikërisht koha kur sezoni turistik në plazh po hyn normalisht në ullinë e zakonshme, të rritjes së fluksit turistik nga jashtë dhe pushuesve vendas. Këtë vit, sikurse është deklaruar nga zyrtarët vendas, qyteti ynë përgatitet të presë 1.5 deri në 2 milion turistë. Por nëse në Bregdet po merren masa të dukshme të përmirësimeve infrastrukturore për pushuesit, prapa vija e këtij plazhi, zona fundore e lagjes 13 dhe e Kodër e Rapajt, është ndotur. Kanali i shkarkimit të ujrave ndon si sistemuar me beton, po mbushet me vegjetacion dhe ujra të ndenjura të ndotura. Ky vegjetacion që vijon dukshëm deri në zonën e plepave është një habitat mizësh dhe mushkonjesh, ndërkohë që edhe ujrat e ndenjura janë bazë shtuese e riprodhimit dhe shumimit të këtyre. Dekompozimi i bimësisë, bakteret, algat, sipas specialistëve, shoqëron dhe me aromë të rëndë, që e bëjnë mjedisin të vështirë për ata që banojnë në afërsi. Mushkonje që strehohen masivisht këtu mund të ndikojnë në infektimin e banorëve pasi shpërndajnë disa sëmundje infektive. Banorët e telefonata që kanë bërë në redaksi kanë kërkuar që të bëhet spërkatje periodike, ndërkohë algat e shumta, mbetjet nga ujrat e zeza kanë marrë ngjyrë të gjelbër nga dekompozimi në fundin e kanalit, në shoqëri me mbetjet plastike, goma dhe gjithë farë mbetje urbane. Në këtë fazë, disinfektimi dhe pastrimi duhet të jetë një masë e domosdoshme.